Një zjarr i përmasave të konsiderueshme ka rënë mesditën e sotme në zonën e Sheqishtës, në territorin e bashkisë Roskovec, duke shkaktuar panik në komunitetin vendas dhe duke nxitur ndërhyrjen e menjëhershme të shërbimeve zjarrfikse. Zjarri ka shpërthyer gjatë punimeve që po kryeshin nga bordi kullimi në kuadër të një investimi për përmirësimin e sistemit të vaditjes në zonë. Punojësit në terren po saldonin tubo plastik që do të shërbenin për të marrë ujë nga këneta e Roskovecit dhe për ta shpërndarë në parcela bujqësore përreth. Gjatë këtij procesi, për arsye ende të paqarta, një pjesë e tubove shpërfshin nga flakët. Për shkak të materialit shumë të ndezshëm të tubacioneve plastike, zjarri shpërhapur me shpejtësi në një sipërfaqe të konsiderueshme, duke shkaktuar rreth të dendra tymi që kanë mbuluar gjithë zonën përreth dhe janë vërejtur nga një distancë e largët. Fatmirësisht zjarri nuk ka shkaktuar dëme në banesa apo në jetë njerëzish, por ka kryer shqetësim për sigurinë e tokave bujqësore dhe impaktin mjedisor të tymit të prodhuar. Në vendngjarje kanë mbërritur me urgjencë 3 mjete zjarrfikse dhe një autobot ujë, të cilët kanë ndërhyrë për neutralizimin e flakëve. Falë ndërhyrjes së koordinuar dhe të shpejtë, zjarri është vënë në kontroll brenda një kohe të shkurtër dhe është shmangur për hapjen e tij në zona të tjera më të rrezikshme. Autoritetet lokale dhe bordi i kullimit kanë nisur një hetim të brendshëm për të zbardhur shkaqjet e plota të incidentit dhe për të vlerësuar dëmet materiale të shkaktuara nga zjarri. Nga ana tjetër, grupet e emergjencës janë angazhuar për të monitoruar situatën dhe për të parandaluar ndonjë riaktivizim të mundshëm të flakëve, për shkak të temperaturave të larta dhe erës në rritje.